pra nyjet që krijohen. Ti marrim me radhë, për shembull, do doja të shihnim pak foton e kryeministrit. Kryeministri her pas here shfaqet me disa prej tyre në dorë. Atëherë, Besoj e shihni. nuk e rritë shumë mirë, por i kam parë më përpara, kështu që më përpara ka pasur një rreth tjetër dhe ky tajnishmi duket më shumë si më i ngjashëm me atë të Maduros. Pra, kur bëhesh pjesëmarrës në shfaqjen e madhe politike botërore dhe duket sikur kjo po i paraprinte kryeministrit një shfaqjeje botërore të politikës së tij, jo vetëm kombëtare dhe europiane. Pra, duket se kur po përgatiste një skenë më të madhe botërore, jo vetëm për vete, por edhe për personazhet dhe si më thënë vartësit e tij. Dhe ata që varen shumë prej rrethit kabalistik. Duhet kuptojmë që kabalizmi nuk është vetëm një shkollë ezoterike apo një rrym, është diçka që është krijuar shumë mirë. Si mund të bëhesh pjesë e kësaj rryme? Është diçka që është krijuar, po themi, në kohën e Babilonisë, atëherë që mori më shumë, po themi, Hov ky zhvillim, është që gjithashtu ky rreth përfaqëson edhe linjën e gjakut të perandorëve ose të perëndive babilonase. Dhe kryesisht këta ndodhen në Hollywood ose në skenën politike.